Pas vdekjes së nënës, babai u martua me një grua me ngjyrë. Por ajo kishte një sekret, isha vetëm 12 vjeç kur nëna ime u shua. Nuk mbaj mend shumë nga ai mëngjes, vetëm aromën e kafes së ftohtë që mbeti në filxhan dhe zërin e babait që më zgjonte me një butësi të çuditshme. Si një njeri që përpiqet të fshehë një stuhi brenda vetes. Zgjohu, Elio, më tha. Duhet të vishesh, do të shkojmë te gjyshja. Nuk e dija ende se pse duhej të shkonim. Nëna nuk ishte kthyer në dhoma të natë. Por ajo ndonjëherë rinte në spital, sepse punonte si infermiere. Kështu mendoja unë të paktën. Por ajo mëngjes solli fundin e gjithçkaje që kisha njohur si shtëpi. Në vend të nënës, më priti heshtja. Në vend të zërit të saj të butë që më thoshte ngrohu mirë, më priti zëri i thati babait që përpiqej të mos më shite në sy. Dhe kur më në fund e kuptova, kur dëgjova fjalët, ajo nuk do kthehet më. Diçka brenda meje u coptua në mënyrë që s'u ngjit më kurrë. Ditët që pasuan ishin si një film pa ngjyra, babai s'fliste. Rinte i ulur në verandë, me një cigare që digjej ngadalë midis gishtave, duke parë boshësim përballë. Unë nuk e kuptoja se si një njeri mund të heshte aq shumë, si mund të mbante gjithë dhimbjen pa shpërthyer asnjëherë. Unë qaja fshehur azi natën, kur e dija se nuk do më dëgjonte. Më dukej sikur nëse qaja para tij, do e coptoja edhe më shumë. Më pas erdhi vera. Një verë nxehtë, e zbeht, pa aromë deti, pa tinguj gëzimi. Dhe aty në fund të korrikut, babai u kthye në shtëpi me një grua të huaj. Një grua me lëkurë ngjyrë çokolate, flokë të dredhur dhe sy që shndrisnin në mënyrë të çuditshme, si dy drita që fshinin diçka. Ajo është Amara, më tha babai. Do jetoj me ne për pak kohë. Për pak kohë, por pak u bë për gjithmonë. Në fillim mendova se ishte një mike, një shoqe që do ndihmonte babain të dilte nga errësira. Por javët kaluan dhe unë e kuptova që ajo kishte zënë vend në dhomën e nënës. Kishte mbuluar fotografinë e saj mbi komodinë, kishte ndëruar mbulesat, madje kishte hequr edhe vazon e luleve që nëna e mbante gjithmonë në dritare. Nëna ime kishte qenë si era e mëngjesit, e qetë, e ndershme, e bardhë në shpirt, ndërsa Amara ishte si nata tropikale, e bukur, e errët, e mistershme dhe me një diçka që të bënte të mos i zije dot besë. Më shite me një buzëqeshje të butë, por sytë e saj nuk qeshnin kurrë. Si e, Elio, më pyeste. Mirë, i përgjigjesha, por brenda meje më rinte një ndjesë ftohtësie. Një ditë, kur ajo po pastronte kuzhinën, dëgjova zërin e saj që këndonte në një gjuhë të huaj. Një melodi e çuditshme, e thellë, që më bëri të ndihesha si në ëndër. Kur hyra në dhomë, ajo heshti me një herë dhe më pa drejte në sy. Nuk duhet të dëgjosh gjithmonë, vogëlush, më tha me zë të butë. Ka gjëra që janë për të rriturit. Ato fjalë më ngelen në mendje për shumë kohë. Në fshat njerëzit nisën të flisnin. Grua me ngjyrë në shtëpinë e Arbenit? Thoshin disa. Pas gjithë asaj që i ndodhi, ai ka humbur mendjen. Unë ndjeja turp, jo për të, por për mënyrën si e shikonin të tjerët babain tim. Dhe megjithse Amara sillej mirë me të gjithë, diçka në sjelljen e saj ishte e huaj. Nuk përshtatej dot me vendin ton, me mënyrën ton të jetuarit. Ajo flinte vonë, drekonte vetëm, e shpesh e dëgjoja natën të fliste me dik në telefon. Në një gjuhë që se kuptoja, një natë, ndërsa babai ishte në punë, dëgjova zërin e saj nga dhoma e gjumit. Ishte një zë i thellë, i tensionuar që përzihej me përshpëritje. U afrova te dera dhe dëgjova qartë. Jo, s'mund të ndodh tani, ai ende nuk e di, do ta mësoj kur të jetë vonë. Zemra më rahu fort, kush ishte ai? Për kë po fliste, kur dera u hap pa pritur, u fsheha pas murit. Ajo doli, mbante në dorë një kuti të vogël druri që më vonë pash ta fshite në dollap. Në rrobat e nënës sime të vjetra. Atë natë s'munda të fle. Dhe që nga ai moment diçka në mua ndryshoi. Nuk e shikoja më si gruaja e babait tim, por si një huaj që kishte hyrë në jetën tonë me qëllime që unë nuk i kuptoja. Mëngjesin tjetër, babai po pinte kafen dhe Amara po gatuante mëngjesin. Amara, pse nuk vjen te tregu sot me Elion, i tha babai. Djalit i duhet të dalë pak. Ajo buzëqeshi. Sigurisht. Në treg, njerëzit na shikonin si diçka egzotike. Gratë përshpëritnin, burrat qeshnin nën hund. Një moshuar që kishte njohur nënën time më preku në krah dhe më tha në vesh, kujdes, bir. Nuk i dihet kush vjen në derë kur hap shpirtin për të huajt. E pash drejte në sy, por ajo grua kishte ikur përpara se të mund të pyesja çfarë donte të thoshte. Në mbrëmje kur u kthyem, pash se Amara kishte ndezur qirin në verandë. Nuk ishte as ditëlindje, as ndonjë rast tjetër. Ishte një rit, një lloj ceremonie që se kisha parë kurrë. Ç'po bën, e pyeta? Po falem, tha ajo. Për nënën tënde. Fjalët më ngurtësuan, nuk e njihje nënën time. Jo, tha ajo, por ndjej praninë e saj këtu çdo natë.
Duket sikur ende s'është larguar. Ato fjalë më tronditën. Në atë moment, një erë fort fryu në verandë dhe qirin tu fikën një nga një, sikur dikush I kishte shuar me dorë. Amara ngriti syt nga qielli dhe përshpëriti diçka. Atë natë, për herë të parë, ëndërrova nënën time. Ishte mbuluar me një dritë të bardhë dhe më thoshte vetëm një fjalë. Kujdes, në ditët që pasuan, ëndrat u bën më të shpeshta. Ndonjëherë dëgjoja zërin e nënës, ndonjëherë aromën e saj të sapolara më vinte në dhomë. Megjithse ajo rob s'kishte më ekzistuar. Amara filloi të ftohej. Nuk më fliste më si më parë. Shpesh mbyllej në dhomë me dritat fikur dhe dalë ngadalë babai filloi të bëhej një njeri tjetër. Më I qetë, por më I humbur, sikur ajo po e zhytente në një botë tjetër. Një pasdite, ndërsa babai ishte në qytet, vendosa të kërkoj në dollapin ku ajo kishte fshehur kutinë. Zemra më rrihte fort, por kur e hapa, pash diçka që më ngriti gjakun në vend. Në kuti kishte një fotografi të vjetër e Amarës me një burr të panjohur, por pranë saj ishte edhe nëna ime. Të dyja në të njëjtën foto. Nëna ime e qeshur, Amara shumë e re, dhe ai burr në mes që mbante dorën mbi shpatullat e tyre. Poshtë fotos ishte shkruar me stilolaps: Kigali 1999. Kigali. Nëna ime nuk ishte qenë kur jashtë vendit, apo kështu më kishte thënë babai gjithmonë. Trupi më dridhej. Çfarë lidhje kishte Amara me nënën time? Dhe pse mbante të fshehur këtë fotografi? Në atë moment dëgjova derën të hapet. Ajo ishte kthyer, u përpoqa ta mbyll kutinë, por ajo më pa çfarë po bën. Pyeti me një zë të ftohtë. Unë po kërkoja diçka. Çfarë diçka, Elio? Nuk fola. Ajo u afrua, mori kutinë nga duart e mia, e vendosi mbi tavolinë dhe më pa drejt në sy. Ndonjëherë, më tha me zë të ulët, e vërteta nuk është për fëmijët. Sidomos kur bëhet fjalë për të kaluarën e nënës tënde. Sytë e saj shkëlqyen. Po ç'lidhje ke ti me mamin tim? I thash me zë që më dridhej. Amara heshti për disa sekonda. Kur të vijë koha, tha më në fund, do ta mësosh. Dhe doli nga dhoma, duke më lënë vetëm me duar që më dridheshin mbi kutinë bosh, që nga ajo ditë shtëpia nuk ishte më e njëjtë. Më dukej sikur muret fshinin sekrete, sikur çdo hap që hidhja përplasur me diçka që nuk duhej ta dija. Babai s'kuptonte asgjë, ai thjesht e adhuronte Amarën, e shihte si shpëtimin e tij. Por unë e dija, diçka nuk shkonte. Dhe netëve, kur dëgjoja përsëri atë melodi të çuditshme që ajo këndonte, më dukej sikur nënën time po e thërrisni nga larg. Një natë e ndjeva dorën e dikujt mbi shpatull. U zgjova I tronditur, në drithijen e hënës, përpara meje qëndronte Amara, e veshur me të bardha. Koha po afrohet, më tha. Por duhet të më besosh, Elio. Ajo që do mësosh, do të ndryshoj gjithçka që ke ditur për nënën tënde. Dhe më pas u largua, duke më lënë pa frym, me fjalët e saj që më jehonin në kokë si një mallkim. Netët që pasuan ishin të gjata dhe të heshtura. Unë s'mund të flija. Zëri I Amarës më jehonte ende në vesh. Ajo që do mësosh, do të ndryshoj gjithçka që ke ditur për nënën tënde. Fjalë që nuk më lanin të qetë. Në mëngjesin e dytë pas asaj nate, babai ishte nisur herët për në punë. Shtëpia ishte e qetë, por unë e dija që Amara ishte ende aty. E ndjej aromën e saj të rëndë, të ngrohtë, si erë kanelle përzier me diçka që s'mund ta përshkruaja. Një aromë që dukej se fshihej pas çdo dere. Vendosa të kërkoj përsëri. Kur u sigurova që ajo ishte në kopsht, hyra ngadalë në dhomën e saj. Kutia e drurit që kisha parë më parë nuk ishte më aty, por në vend të saj në komodin pash një fletore të vjetër me mbulesë të zezë. Në kopertinë ishte shkruar me dorë. Djari vitit 1999 drita. Ishte emri nënës sime. Zemra më rahu fort, u ula dhe hapa me kujdes. Faqet ishin të vjetra, me skaje të verdha nga koha. Në rreshtin e parë, lexova: Kam bëritur në Kigali. S'është ashtu si e imagjinoja. Ka diell, por edhe hije që s'të lën të marrësh frym. Jam këtu për të ndihmuar me programin humanitar të spitalit, por kam frikë. Kjo tokë ka kujtime që nuk më përkasin. Kigali po, e njëjta fjalë që ishte shkruar poshtë fotos. Faqet e tjera flisnin për punën e saj si infermiere në një qendër ndihme pas luftës, për plagët që shihte, për fëmijët e humbur, për frikën që ndjente çdo natë. Por në faqen e katërt, zemra mu ndal, ishte përmendur një emër. Amara. Amara është e re ndihmëse vendase. Ka sy të thellë dhe shpirt të ndjeshëm. Më ndihmon me fëmijët e plagosur. Dje më tregoi për jetën e saj. Për familjen që humbi gjatë luftës, për vëllain që se pa më kur. Mu bë keq për të. Nuk e dija që njerëzit mund të bartin kaq shumë dhimbje në heshtje. Unë ngriva, nëna ime dhe Amara kishin qenë bashk. Kishin punuar bashk, jetuar bashk ndoshta.
Faqet vazhdoni me rrëfime të përditshme, derisa papritur në fund të muajit toni ndryshonte. Amara më tha se dikush e ndjek. Një burr që kërkon diçka prej saj. S'më tregon çfarë. Kam frikë për të, por edhe për veten. Këto ditë më duket sikur çdo hap më dëgjohet, çdo dritare më vëzhgon. Pastaj, një ditë më pas, sot ndodhi diçka që nuk do ta harroj kurrë. Spitali u sulmua. Zhurma, britma, zjarr. E gjithë nata kaloi mes flakësh. Amara u zhduk. Mu tha se kishte vdekur. U luta për shpirtin e saj. Dhe faqja e fundit kishte vetëm një fjali. Nëse dikur ajo kthehet, do të më marrë me vete. Në atë moment ndjeva një të ftohtë që më përshkoi kurrizin. Amara nuk ishte vdekur. Ajo kishte mbijetuar. Dhe pas gjithë atyre viteve ishte kthyer. Por pse tek ne? Pse tek babai im? Pse në shtëpinë tonë, zëri i saj më erdhi nga pas, e gjete apo jo? U ktheva. Ajo qëndronte në derë me duart e kryqëzuara dhe një shprehje që nuk e kisha parë kurrë më parë. Asnjë inat, asnjë frikë. Vetëm një lloj lodhje e thellë, si dikush që e di se s'ka më pse të fsheh. Pse nuk më the që njihje mamin? Fi thash, ajo mori frym thellë, sepse ajo më shpëtoi jetën. Dhe unë s'mund ta harroja kurrë. Ul në shtrat dhe syt ju mbushën me lot. Kur lufta përfundoi, unë s'kisha asgjë. Drita më mori me vete në spital. Më mësoi si të kujdesesha për njerëzit, më dha shpresë. Ajo ishte si motra që kurrë se pata. Por një natë, kur spitali u sulmua, ajo më shtyu jashtë derës dhe më tha: "Vrapo." Dhe ajo mbeti brenda. Zëri i saj u drodh. Unë mendova se ajo kishte vdekur për mua. Derisa shumë vite më vonë, pash fotografinë e saj në një gazetë shqiptare. E njoha me një herë. E kuptova që kishte jetuar, ishte kthyer në vendin e saj, ishte bërë nën. Dhe kur mora vesh që kishte vdekur, diçka brenda meje më shtyu të vi këtu. Jo për babain tënd në fillim, por për ty. Për mua. Po. Sepse ti ishe gjithçka që ajo la pas. Dhe unë doja ta mbroja kujtimin e saj. Por më pas, gjithçka mori një tjetër drejtim. Sytë e saj u errësuan për një çast. Kur e njoha babain tënd, nuk ishte rastësi. Ai kishte qenë i vetmi që e kishte dashur dritën para se ajo të largohej për në mision. E dija. Dhe ndoshta ishte mënyra ime për ta ndier praninë e saj përsëri. Në dhomë heshtje, zemra më rrihte aq fort sa më dukej se e dëgjonte edhe ajo, pra kjo ishte arsyeja. Por diçka ende s'më shkonte. Pse atëherë ajo fjalia në telefon? Ajo që dëgjova atë natë, ai ende nuk e di, do ta mësoj kur të jetë vonë. Amara uli kokën, sepse kam një sekret tjetër, Elio. Një që se kisha guxim ta them asaj që vdiq, as babait tënd. U ngrita ngadalë, çfarë sekreti? Ajo më pa drejt në sy. Sytë e saj ishin të mbushur me ujë, por edhe me një dhimbje që dukej e lashtë. Kur spitali u dogj, unë nuk dola vetëm. Më mori me vete një foshnjë e vogël që ishte lënë pa prindër. Drita e dinte. Ajo më ndihmoi ta shpëtoj, ta mbaj gjallë. Ishte një djalë. E quajta Malik. Ajo mori frym thellë. Ky djalë është tani një burr dhe është në Shqipëri, por askush se di kush është në të vërtetë. Ai po kërkon të kaluarën e vet. Dhe po kërkon mua. U ndjeva si në ëndër, një vëlla, një djalë i lindur me zjarrit dhe humbjes, një i huaj që mund të ishte pjesë e historisë son. Amara më pa me një shprehje të butë, por tronditëse. Kur thash ai ende nuk e di, e kisha për të. Maliku. Ai nuk di që jam gjallë. Por po afrohet dita që do ta zbuloj dhe kur ta bëj, gjithçka do ndryshoj edhe për ne. Ajo u ngrit, mori fletore nga duart e mia dhe e mbylli ngadalë. E vërteta ka çmimin e saj, Elio. Dhe ne do ta paguajmë të dy. Që atë ditë shtëpia u mbush me një heshtje tjetër, jo nga mosbesimi, por nga peshë sekretesh që ende nuk ishin thënë deri në fund. Unë e shikoja Amarën me sy të tjerë. Tashmë nuk e urreja më, por as mund të ndihesha rehat. Ishte si të jetoja me një copë të së kaluarës që se njihja, një grua që kishte ndar frymën me nënën time dhe që tani ndante jetën me babain tim. Një mbrëmje, ndërsa ajo përgatiste darkën dera trokiti, babai u ngrit për të parë kush ishte. Kur dera u hap, para nesh qëndronte një burr rreth 35 vjeç, me lëkurë të errët dhe sy që të ngrinin në vend. Po kërkoj një grua me emrin Amara, tha, zëri i tij dridhe mes dhimbjes dhe shpresës. Ajo që ndodhi më pas ndryshoi gjithçka. Amara u kthye ngadalë. Kur sytë e saj u takuan me të, qepa e së kaluarës u shye përgjithmonë. Malik, përshpëriti ajo, me zë që u thye si qelçi. Djali që kishte shpëtuar mes flakëve, ishte në derën tonë.
Dhe unë e kuptova se historia e nënës sime sapo kishte filluar të rikthehej për të kërkuar përgjigje. Dera qëndroi hapur për disa sekonda, sikur koha vet ishte ndalur. Në prag qëndronte një burr me lëkurë të errët, sy të thellë dhe një qëndrim që të ngjallte respekt e frikë në të njëjtën kohë. Po kërkoj një grua me emrin Amara, tha ai me zë të ulët, po thua i dridhur. Në shtëpi ra një heshtje që të shurdhonte. Amara mbeti e ngrirë, me duar që i dridheshin lehtë. Malik, përshpëriti ajo më në fund, me një zë që më bëri të ndiej një të ftohtë në kraharor. Babai im i hodhi një vështrim të hutuar. E njeh, pyeti, ajo nuk foli me një herë. Vetëm u afrua, hapi sytë dhe vështroi burrin që i qëndronte përballë. Kam pritur këtë ditë për shumë vite, tha ajo më në fund. E dija që do më gjeje. Ai u afrua ngadalë, pra, je gjallë, tha. Të gjithë më thanë që ishe zhdukur. Kam kërkuar për ty në çdo vend ku dikur kemi qenë. Ajo i vuri dorën në fytyrë, me një butësi që më shkaktoi një lloj xhelozje të çuditshme. S'munda të gjeja, tha ajo. Mendova që ishe vrarë atë natë. Jo, tha ai. Mbeta gjallë, por humba gjithçka. Dhe kur zbulova kush më shpëtoi, u betova që do ta gjeja. Dritën. Në atë çast të gjithë dhoma u mbush me një ndjenjë të rëndë. Babai u ngrit në këmbë. Dritën, përsëriti ai me një zë që mezi i dilte. Po emrin e gruas që e kishte dashur, emrin e nënës sime. Maliku ktheu kokën dhe më pa drejt në sy. Ti duhet të jesh biri i saj, tha. Të ngjan fytyra. Kam parë foton e saj para shumë vitesh. Ajo më shpëtoi jetën, ashtu si që shpëtoi edhe timen, Amara. Unë nuk fola. Nuk dija si të reagoja. Ishte shumë e pabesueshme. Por ajo që ndodhi pas pak qastesh e bëri gjithçka edhe më të rëndë. Maliku nxori nga xhepi një zarf të vjetër, të zverdhur nga koha. Ky është një letër që ajo më dha, pak para se të ikte. Më tha, nëse ndonjëherë gjen një grua me emrin Amara, jepi këtë. Ai i zgjati zarfin. Amara e mori me duar që i dridheshin. Për një moment asnjëri nuk foli. Ajo e hapi ngadalë dhe filloi të lexonte me zë të ulët. E dashur Amara, nëse kjo letër të bie në duar, do të thotë që ndoshta unë s'jam më, dua të falenderoj që më dhe forcën të jetoj në ditët kur shpresa kishte vdekur. Por nëse ndonjëherë gjem Malikun, thuaj që ai nuk është vetëm një shpëtim i rastësishëm, ai është gjaku yt, ti se di atëherë. Por nëna jote ishte ende gjallë dhe para se të vdiste, ma rrëfeu të vërtetën, ti dhe Malik jeni motër e vëlla. Mos e humb më. Letra i ra nga duart, ajri u bëi rënd, gati i papërtypshëm, jo, përshpëriti Amara. Jo, s'mund të jetë e vërtet. Maliku qëndroi ngrirë, syti lëvizën drejt saj, pastaj drejt meje, motra ime, tha, dhe ul në dysheme si coptuar nga e vërteta. Babai mu afrua i hutuar. Pra ti ishe motra e gruas që shpëtove dhe ajo, nëna e djalit tim? Po, tha Amara me slotësh. Por se dia. Asnjëherë. Të gjithë heshtëm. Vetëm frymëmarrja e tyre dëgjohej e shpejt e dhimbshme. Unë i shihja të tre, babain tim, gruan që kisha urryer për kaq muaj, dhe burrin që sapo kishte hyrë në jetën tonë si një copë së kaluarës që askush se priste. Gjithçka ishte kthyer përmbys. Pas asaj nate, shtëpia jon nuk ishte më e njëjtë. Amara nuk fliste. Vetëm rinte në verandë me letrën në dorë, duke parë qiellin. Maliku flinte në dhomën e mysafirëve dhe çdo mëngjes fliste me mua. Mamaja jote ishte engjëll, më tha një mëngjes. Ajo na shpëtoi të gjithëve. Dhe unë dua të bëj diçka për të. Çfarë, e pyeta, të mbyll rrethin. Të gjej njeriun që shkatërroi spitalin atë natë. Ai është ende gjallë. Dhe unë do ta përballem. E ndjeva frikën, nuk e pse ta bësh këtë, i thash, e kam detyrim, më tha. Jo vetëm për veten, por për të. Për dritën. Në mbrëmje u ul me Amarën, nuk duhet të kthehesh atje, i tha ajo. E kaluara s'duhet hapur. Jo, motër, tha i me zë të butë, e kaluara duhet përballur. Disa ditë më vonë ai u nis, por para se të ikte më dha diçka, një copë varse të vogël me një fotografi të nënës sime dhe të tijen, e bër para se spitali të digjej. Më mbaj mend kështu, tha. Nëse nuk kthehem, kujto që gjaku s'harrohet, Elio. Kur dera u mbyll pas tij, shtëpia ra në heshtje. Amara qau për orë të tëra. Babai s'foli asnjë fjalë, të nesërmen në televizor pam një lajm. Një burr me emrin Malik, që e aktivist për drejtësinë ndërkombëtare, ishte zhdukur pas një incidenti në kufirin e Ruandës. Amara u përkul e zbet, e dija që do ndodhte, përshpëriti. E kaluara gjithmonë merr hak. Ditët që pasuan ishin të zymta. Por një natë, kur ishim gati të humbnim çdo shpresë, një zarf i paemërt mbërriti në derë. Brenda tij, vetëm një fotografi. Maliku i gjallë, buzë detit me shënimin. Rrethi u mbyll. Ju dua të dyve. Amara e mori në duar, e puthi dhe më pa drejt në sy. Tani mund të jetojmë, Elio.
Më në fund, por unë e dija, ajo histori nuk do mbyllej kurrë, sepse disa sekrete nuk zhbëhen edhe kur falen. Në dritaren time, shpesh më dukej sikur shihja nënën time, me buzëqeshjen e saj të qetë, që më thoshte: "Mos u tremb, biri im. Drita ime do të mbroj gjithmonë." Dhe ndoshta në atë natë të gjatë, e ndjeva për herë të parë paqe. Netët po bëheshin gjithnjë më të gjata dhe shtëpia jon kishte filluar të marrë një aromë të panjohur, si përzierje midis luleve të freskëta dhe diçkaje të thellë, të rëndë, që të kujtonte vendet ku njerëzit kishin qarë shumë. Ishte si të ndjehesha nën hijen e një pranie që nuk e kuptoja dot plotësisht. Elena, gruaja e re e babait, përpiqej të sillte dritë në çdo cep të shtëpisë. Vinte perde të reja, ndiste qirinj aromatik, gatuante gjëra që nuk i kisha parë kurrë më parë. Por ndonjëherë, kur ajo kthehej me shpinë, shihja fytyrën e babait time si errësohej për një çast, si të kishte diçka që nuk donte ta pranonte. Një natë, ndërsa po kaloja përmes korridorit për të shkuar në tualet, dëgjova zërin e saj. Po fliste me dik. Fjalët ishin të shpejta, në një gjuhë që nuk e kuptoja plotësisht. Nuk ishte shqip, por as anglisht. Një gjuhë ngrohtë, me tinguj që ngjanin si këngë. Por kishte diçka të frikshme në mënyrën si i shqiptonte. Zëri i saj duke i tensionuar, gati i lënduar. U afrova ngadalë dhe pash se dera e dhomës së saj ishte pak e hapur. Brenda ndriçonte një dritë e verdhë, dhe në mes të dhomës ishte një kuti druri, e vogël, e mbështjellë me pëlhur të zezë. Ajo po fliste me atë kuti sikur po i lutej, mu ngriu gjaku në vena. Ajo po përsëriste një emër të cilin nuk e kisha dëgjuar më parë. Amahle, Amahle, më fal, më ndihmo, nuk e di çfarë më shtyu të kthehem vrap në dhomën time. Fjeta me dritat ndezura të natë dhe për herë të parë pas vdekjes së nënës, ndërova diçka që nuk e kisha parë kurrë. Një grua e veshur me të bardha që qëndronte në fund të shtratit tim dhe më shikonte pa thënë asnjë fjalë. Të nesërmen, vendosa t'i them babait. Babi mbrëm dëgjova Elenën duke folur me vete. Kishte një kuti në duar dhe përsëriste një emër të çuditshëm. Ai uli gazetën, më pa drejt në sy dhe pshertiu. Mos u merr me gjëra që nuk të përkasin, bir. Elena ka kaluar shumë. Njerëzit kanë mënyrat e tyre për të gjetur paqe. Nuk më bindi. Diçka në mënyrën si e tha më bëri të dyshoj edhe më shumë. Atë pasdite, kur ajo doli për në treg, unë hyra fshehurazi në dhomën e saj. Kutia ishte ende aty, mbi komodinën pranë dritares. E hapa me duar që më dridheshin. Brenda kishte një fotografi të zverdhur nga koha. Një vajzë e re, e ngjashme me Elenën, por më e re ndoshta në të 20-ta. Në cep të fotografisë ishte një fëmijë i vogël, dhe poshtë fotos, me shkrim të vogël, ishte shkruar: Amahle, vajza ime e humbur. Mu shkreh fryma. Zemra më rrite fort. Ajo kishte pasur një vajzë. Në atë çast dëgjova hapat e saj që po ngjiteshin shkallëve. E mbylla kutin me nxitim dhe u fsheha pas perdes. Elena hyri në dhomë, e ndaloi frymën për një sekond, sikur e ndjeu diçka. Sytë e saj shkuan drejt kutisë dhe përpara se të largohej tha me zë të ulët: E di që ishe këtu nuk e pse të kesh frikë nga e vërteta, nata rasërish. Unë nuk fjeta. Isha mes frikës dhe kureshtjes. Kush ishte ajo vajzë? Çfarë kishte ndodhur me të? Dhe pse Elena dukej sikur po i lutej dikujt që nuk jetonte më të nesërmen në mëngjes, kur babai shkoi në punë. Ajo më kërkoi të ulesha përballë saj në kuzhinë. E di që ke parë diçka, më tha me një buzëqeshje të trishtuar. Ka ardhur koha të ta them, por jo sot. Atëherë kur? E pyeta. Kur të jesh gati të kuptosh sepse njeriu ndonjëherë martohet jo për dashuri, por për falje. Ajo më la me ato fjalë dhe doli nga shtëpia. Ato më mbetën në mendje gjithë ditën. Nuk e dija ende se sekretet e saj nuk ishin të bënin vetëm me të kaluarën, por me fatin ton të ardhshëm. Dhe shumë shpejt, gjithçka do të ndryshonte për gjithmonë. Ajo pas dite ishte e qetë, e frikshme. Qielli ishte mbuluar nga re të trasha gri. Dhe një erë lagësht frynte nga mali. Elena nuk u kthye në shtëpi deri në mbrëmje, dhe kur erdhi, fytyra e saj dukej ndryshe. Ishte e lodhur, por në sytë e saj kishte diçka të ngrohtë, sikur më në fund kishte marrë një vendim që e kishte munduar prej kohësh. Ul në tavolinë përballë meje, vendosi kutin prej druri mbi sipërfaqe dhe tha me zë të butë: "Është koha, bir. Ti duhet ta dish pse jam këtu." U ula pranë saj, zemra më rrite fort. Ajo hapi kutin me kujdes dhe mori në duar fotografinë që unë e kisha parë fshehurazi. "Kjo është vajza ime, Amahle," tha me një buzëqeshje që u shua shpejt. Ajo vdiq kur ishte vetëm 6 vjeç, e dëgjova pa mundur të flas. Në fytyrën e saj kishte një dhembje që nuk kishte kohë. E humba në një aksident, vazhdoi ajo. Në një ditë me shi, si kjo.
Unë isha në punë dhe ajo po luante pranë rrugës. Një makinë kaloi me shpejtësi dhe unë arrita vetëm të dëgjoj britmën e fundit të saj. Zëri i saj u drodh. Prej asaj dite çdo natë dëgjoj zërin e saj. Dëgjoj si më thëret dhe nuk jam më e qetë. Ajo u ndal për pak, pastaj vazhdoi. Por kjo nuk është arsyeja pse jam këtu. Arsyeja e vërtetë është nën jote, sytë e mi u zgjeruan. Nëna ime. Ç'lidhje ka ajo me ty? Elena uli kokën. Nën jote ishte infermiere. Ajo ishte në spitalin ku vajza ime u soll pas aksidentit. Ajo u përpoq ta shpëtonte dhe kur nuk mundi, më mbajti duart gjithë natën. Ishte gruaja e vetme që nuk më la vetëm. Ajo pshertiu duke fshirë lotët. Kur ajo vdiq, unë ndjeva se duhej të bëja diçka. Si një borxh që nuk mund të shlyhej ndryshe. Kur takova babain tënd rastësisht, ishte sikur fati të më kishte dërguar aty. Jo për dashuri, por për ta mbrojtur, fjalët e saj më ngurtësuan. Për ta mbrojtur nga kush? Pyeta. Elena ngriti syt dhe u drejtua, nga ajo që më ndjek mua. Nga ajo që s'më lë të qetë as natën, as ditën. Amahle, në atë moment një dritë rufeje ndriçoi dhomën. Një erë fort hyri nga dritarja e hapur dhe kutia ra në dy sheme. Fotoja doli prej saj dhe rëshiti drejt këmbëve të mia për një çast, betohem. Pash fytyrën e vajzës në fotografi që lëvizi. Sytë e saj dukeshin sikur po më shikonin drejt. Elena ngriti duart, duke u dridhur, mos e shiko. Më tha me zë të lartë. Kur e shikon, ajo të zgjedh, e lash fotografin të më binte nga duart. Zëri i erës në korridor u bë si një ulërim. Në ato sekonda ndjeva diçka që më preku në shpatull, një dorë e vogël e ftohtë që nuk mund të ishte Elenës. Ajo bërtiti dhe u hodh drejt meje, më tërhoqi në krah dhe ul në dysheme, duke përplasur kutin fort. Mos ki frik, ajo nuk do ty, pëshpëriti. Ajo kërkon mua, një heshtje e gjatë ra në shtëpi. Vetëm shiu vazhdonte të binte, si të donte të ambulonte çdo tingull tjetër. Të nesërmen, Elena nuk zbriti më poshtë. Dhoma e saj ishte bosh, kutia po ashtu. Babai tha se ajo kishte ikur në qytet për të vizituar motrën, por unë e dija që nuk ishte e vërtet. Në pasqyrën pranë dritares, më dukej sikur her pas here shihja hije të vogla që kalonin shpejt. Dhe në netët me shi, një zëfëmije më përshpëriste pranë veshit. Mos e lër të harrohet emri im. Zgjedhja me së kaluarës dhe së ardhmesnetët u bën gjithnjë e më të errëta. Shtëpia që dikur kishte qenë vendi ngrohtë, tani dukej si një vend i ndarë mes dy botëve. E së gjallës dhe e së vdekures. Çdo hap që hedhja mbi dysheme më dukej sikur jepej përgjigje nga hije që nuk shihja. Por ndjeja një mbrëmje ndërsa shiu binte i fuqishëm jashtë, një trokitje e lehtë në dritaren e dhomës më zgjoi. Ishte Elena, por fytyra e saj ishte ndryshuar, e zbet, pothuaj e padukshme, me sy që reflektonin diçka më të thellë se dhimbja. Duhet të më ndihmosh, tha ajo me zë të ulët. Amahle nuk do të më lërë të qetë derisa të plotësohet ajo që nuk përfundoi kurrë. Çfarë duhet të bëjmë? E pyeta me zë të dridhur. Ajo mori një copë letre të vjetër dhe vendosi mbi tavolinë. Ishte një udhëzim i shkruar nga nën jote, drita. Nëse Amahle nuk gjen paqe, shpirti im nuk do të qetësohet kurrë. Ai që mbetet i gjallë duhet të zgjedhë. Të lërë të shkoj ose të qëndroj dhe të paguaj çmimin. Fjala çmim më dridhte të gjithë trupin. Çfarë do të thotë kjo? E pyeta. Elena u afrua dhe më kapërceu duart mbi tavolinë. Amahle është shpirt që nuk ka pushuar. Ai kërkon të lidhet me mua dhe për ta liruar dikush duhet të bëjë një zgjedhje. Nuk mund të jem unë. Nuk jam më e fortë. Por ti mundesh, nuk e kuptoja, unë. Pyeta me zë të ulët, po, tha ajo. Ti je i lidhur me të dyja. Shpirti yt është ura midis dritës dhe Amahle. Nëse zgjedh të ndihmosh, do të lironi shpirtin e vajzës, por do të ndjeni mungesën e nënës në mënyrë që kurse ke imagjinuar. Nëse zgjedh të mos bësh asgjë, Amahle do vazhdoj të më ndjek, dhe unë nuk do të jem më këtu për të mbrojtur ty dhe babain. Ajri ishte i rënd dhe shiu jashtë po binte me një intensitet të frikshëm. E gjithë shtëpia dukej sikur po dridhej nga zëri i së kaluarës. Çfarë duhet të bëj? Pyeta, duke u ndier sikur isha një fëmijë përsëri. Duhet të shkosh në dhomën e Amahle, tha Elena, dhe të thuash fjalët e duhura. Vetëm një fjalë ndier nga zemra mund ta liroj shpirtin e saj. Në atë moment ndjeva një lëvizje pas shpinës. Ishte e ftohtë, pothuaj si ajri i dimrit. Një zë i holl i qetë, por me një forcë që më preku shpirtin. Mos më harro, mos më lër pa paqe, mora frymthell dhe u afrova në dhomën e vogël ku gjendej kutia e drurit. Kur e hapa, një dritë e holl e argjend doli nga brenda, si të ishte shpirti i Amahle duke më thirrur. Në duar kisha fotografit, letër dhe një copë të vogël të dorës së nënës.
Amahle, thash me zë të dridhur. E di që je këtu. Dua të ndihmoj të gjesh paqen. Dritat filluan të rrotulloheshin në ajër. Një erë ngrohtë më mbushi dhomën. Zëri i saj përshpëriste përsëri. Faleminderit që kujton dritën, një ndjesje e çuditshme u përhap në trupin tim. Një ngrohtësi që nuk ishte ardhur nga kjo botë, por nga diçka më e madhe. Në ato qaste ndjeva se shpirti i nënës më përqafoi, më mbajti dhe më dha forcë. Kur drita u qetësua, kutia ishte bosh. Elena qëndronte pra me lot në sy, por një buzëqeshje e lehtë shfaqe në fytyrë. E bëm, tha ajo. Amahle ka gjetur paqen. Dhe tani mund të jetojmë të qetë. Babai hyri në dhomë dhe më pa. Nuk kishte nevojë të thoshte asgjë. Gjithçka që ndodhi ishte më e madhe se çdo fjalë. Nga ajo ditë, shtëpia u mbush përsëri me dritë. Shpirti i nënës dhe Amahle më ndiqnin, por në një mënyrë të butë, jo të frikshme. Dhe unë, Elio, kuptova se disa sekrete nuk janë për të fshehur, por për të kuptuar, për të ndjerë dhe për të çliruar. Në errësirë dhe në shi, mes kujtimeve të dhimbshme dhe buzëqeshjeve të humbura, ne kishim gjetur një mënyrë për të jetuar. Ditët pas ngjarjeve të mëdha kaluan ngadalë, si valë që prekin bregu në një ishulli të largët. Shtëpia jonë më në fund ndjeu një qetësi që s'kishte pasur prej shumë vitesh. Drita e diellit hynte lehtas nga dritaret e mëdha, duke zbuluar çdo qoshe që më parë dukej e errët dhe e frikshme. Por ajo qetësi nuk ishte thjesht mungesë frike. Ishte pranimi i së kaluarës, i kujtimeve dhe i sekreteve që kishin lidhur jetën tona. Unë, Elio, ndjeva një peshë të lehtësuar në kraharor. Amahle, e cila më parë më duke një fantazme padukshme dhe friksuese, tani ishte vetëm një kujtim i gjallë në zemrën time. Një kujtim që më kishte mësuar diçka thelbësore, se dashuria dhe sakrifica nuk harrohen, edhe kur jeta duket e padrejtë. Babai im ndryshoi gjithashtu. Ai nuk fliste shumë, por buzëqeshja e tij tani kishte një ngrohtësi që më kujtonte ditët kur ishim të gjithë bashkë si familje, para se dhimbja të na përplaste në botën tonë. E kuptova që edhe ai kishte nevojë të kuptonte se dashuria e vërtet nuk ka nevojë për fjalë, por për pranimin e së vërtetës dhe të humbjes. Elena, gruaja që dikur më dukej e huaj dhe misterioze, tani ishte një pjesë e familjes. Ajo kishte ardhur jo vetëm për të qëndruar me babain, por për të ruajtur kujtimin e nënës sime dhe për të shpëtuar shpirtin e Amahle. Lotët e saj nuk ishin më të dhimbshme, por të qarta si ujë burimi. Ajo më mësoi se dashuria ka forma të panumërta dhe shpesh shfaqet në mënyra që nuk e kuptoni menjëherë. Dhe pastaj ishte Malik, djaloshi që kisha parë vetëm në fotografi dhe në ëndrat e mia. Tashmë kishte lënë mesazhin e tij të fundit. Ai kishte zgjedhur të jetonte larg, duke respektuar paqen e nënës dhe të Amahle, por gjithmonë duke ruajtur lidhjen e tij me ne. Një lidhje që nuk shikohej me sy, por ndihej me zemër. Në atë shtëpi të mbushur me kujtime dhe mister, ku çdo cep kishte një histori, ku çdo heshtje fliste më shumë se çdo fjalë, unë kuptova diçka të rëndësishme. Sekretet nuk janë gjithmonë një barë. Ato janë urdhë drejt të kuptuarit të dashurisë, humbjes dhe rëndësisë së çdo çasti. Më në fund ndjeva paqe. Shpirti i nënës sime, i Amahle dhe i të gjithë atyre që kishin prekur jetën tonë, më përqafuan në mënyrën e tyre të heshtur. Dhe unë kuptova se qetësia nuk vinte nga harresa, por nga pranimi të vërtetave që mund të shërojnë më shumë se sa çdo fjalë e thënë. Babai më shikoi një ditë dhe tha: "Disa gjëra nuk mund të shpjegohen, bir, por ato mund të ndjehen." "Po, babi," i thash, "dhe ndjej gjithçka." Kur ula pranë dritares dhe pash diellin që linte mbi malin përballë, kuptova se jeta kishte mënyrën e vet për të ndriçuar errësirën. Nuk ishte më një histori e frikshme, nuk ishte më një sekret që shtyn njerëzit në errësirë. Ishte një rrëfim i dashurisë, sakrificës dhe shpresës që mund të qëndrojë, edhe kur gjithçka duket e humbur. Dhe kështu, për herë të parë pas shumë vitesh, shtëpia jonë nuk ishte më vend i dhimbjes. Ishte vend ku dashuria kishte gjetur rrugën e saj, ku secili nga ne kishte mësuar të përballej me të kaluarën dhe të jetonte me paqen që vinte nga të kuptuarit. Unë diku thellë brenda meje e dija. Sekretet e së kaluarës nuk na pengojnë të jetojmë, ato na mësojnë të duam më shumë.